Ju nuk doni qështu. Na nuk dojmë qështu. Na dojmë ju kriju mundësin vetë më u zhvillu ju. Edhe nëse ju rejnë që zhvillimi ekonomik që propozojmë na, është me u zhvillu kompanitë mdhoja e oligartë. është rejnë. Nuk ka oligartë në Kosovë. Me 100.000 euro të vëshë nuk preken bizniset e mdhoja. Preket një dyqangji që nështë me djale, me qike, me gru është të e majtë familjen, që atyne ju kryot mundësia me u rrit, me u zhvillu, me i rrit hyrat e veta, me u bo matë pasun, që kjo është ideja jonë. Që shtu pëdojmë. Slogani jonë është siguri, energji, zhvillim. Kemi mendu gjatë, si kur shdo parti që mendon, edhe na kemi mendu, edhe kemi mri të 3 pika që jënë esenciale për vendin tonë. Siguria, na dim që është tepër e rëndësishme, po janë disa llojet sigurisë. Edhe prap, edhe 100 herë nëse e përmendim na si aleancë nuk na vjen marrë. Para disa dite, një njeri i jashtëzakonshëm, anglezët më kanë mësu, mos më ju marrë fjalë tjerëve, mos më i citu, mos më bë plagjat, se më vje marrë, se më thojnë e ka marrë prej dikuj. Du me ju kallëzu dhe kush ka thonë. Një ish kryeministër i Britanisë Madhe, një heroj joni, Tony Blair, më falni që po duna me citu, po s'kom qare, se me i thonë fjalë që i ka thonë ai pa kallëzu kush më keshin, të pak të në tha miqtë mi atje më keshin. Kur e pysin për kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për më u rimbush aeroplanat Amerikanë Britanit Madhe, dhe për vendimin e qeverisë britanike, pak si me zër, e thot një fjalë të jashtëzakonshme. Me thot një perandori, Britania Madhe, e thot një fjalë të jashtëzakonshme. Me thot shini, për ne, Amerika nuk është një partner me cilin edhe muim, po edhe pa cilin nuk muim. Bën edhe me to dhe pa to. Thot nuk është e vërtet. Thot na si Britanie Madhe, si një ndër vendet më të fuqishme në botë, nuk muim me i fitu luftrat për cilat ju mendoni që muim pa Amerikën. Nuk muim. Nëse një personalitet i tillë që vjen prej një vendi të tillë, është aq i sinqert me popullin e vet. Na këtu kemi njëri që thot, po, na dojmë Amerikën, po, dhe pa ta bën. Vllazën e motra. Ata që thojnë që bën edhe pa Amerikën, edhe pa NATO-n, nuk janë ka dojnë Kosovën. Nuk janë ka i dojnë shqiptarët. Janë ka dojnë me i bo, me besu, që dytë qysh kemi mundësimi këthuj shpinën ndryshe. Po kjo që na thojmë për aleancat tona nuk është vetëm oportunitet